Faleminderit vetëm. Ne kemi shfrytzuar raportin e paraqitur nga i nderuari dhe pa marrë për bazë paraqitjen në raport ka një ngritje të lehtë, siç e përmendi edhe gëzimi në nivel prej 9, më duket në 13. Mirë po niveli nuk është i dur, nuk është i mjaftueshëm dhe besoj që në të ardhmen do të rritet niveli i zbatimit jurisprudencës së Gjykatës Evropiane në vendimet e gjykatave të rregullta të Kosovës. Ne si Gjykata e Apelit, por edhe gjykatat tjera, domethënë gjykatat themelore dhe gjykata supreme, do të bëjmë përpjekje që këto gjetura të raportit t'i marrim seriozisht dhe brenda mundësive dhe kapaciteteve profesionale dhe përmbështetjes me staf, ne do të citojmë në vendimet tona, vendimet nga jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për drejtat e njerëzit. Shikuar kështu, unë mendoj, tash ky është mendim personal i imi, se zbatimi i jurisprudencës Gjykatës Evropiane e rrit nivelin e sundimit ligjit, e promovon edhe i fuqizon drejtat themelore dhe liritë themelore të qytetarëve. Pastaj e nxit besimin e publikut. Është ndryshe, po një vendim gjyqësor ta ketë cituar një vendim Gjykatës Evropiane, ndryshe mos ta ketë. Domethënë vetvetiu nënkupton që ai do të jetë më i besueshëm për opinionin publik dhe për palët në procedurë, qoftë në për procedura penale, civile apo edhe administrative. Përveç kësaj e rrit edhe nivelin e profesionalizmit gjyqtarëve, e rrit transparencën dhe unë mbi të gjitha mendoj e forcon kapacitetin gjyqësor në përgjithësi dhe e përofron Kosovën me standardet më të mira të Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian, Këshilli i Evropës dhe Shtetet e Evropës janë më herët, domethënë kanë gjyqësi të konsoliduar, edhe jo vetëm gjyqtar, po edhe avokat, edhe parashtrues kërkesave, po ne duhet synojmë që në të ardhmen do të bëjmë përpjekje maksimale që të orientohemi nga zbatimi i praktikës jurisprudencës Gjykatës Evropiane edhe në vendime, sidomos nga lëmia civile. Civile ka numër të madh më shumë të rasteve. Faleminderit shumë për këtë fillim. Zotri Gashi, ju keni qenë një nga ata që së bashku me ne keni punuar në raportin që e përmendi edhe gëzimi para 5 vitesh dhe e dini shumë mirë se cilat kanë qenë ato sfidat në zbatimin e jurisprudencës së Gjykatës Evropiane për drejtat e njerëzit nga gjykatat e Kosovës. Por ka një ngritje, pra ka një zbatueshmëri pak më të madhe, megjithëse nuk janë shifra me cilat duhet kënaqemi, jemi larg asaj çka pritet. Cilat janë sfidat sipas jush, sepse tani jeni në një rol krejt tjetër, në një rol të zbatuesit ligjit dhe nga perspektiva e brendshme që po e shihni tani, cilat janë sfidat praktike të mos zbatimit të kësaj jurisprudence nga ana e gjyqtarëve? Faleminderit tani bethem. Konsideroj se zbatimi i gjedun njës në këtë rast i dispozitat Konvencijës Evropiane për drejtat e njerëzit dhe praktikës së ndërtuar nga Gjykata Evropiane për drejtat e njerëzit është obligim për neve si gjyqtarë, e po ashtu për gjitha institucionet e Kosovës. Për shkak se në 53 kushtetues i referohet gjitha institucionet e Kosovës, jo vetëm gjykatave. Tash se sa zbatohet, normalisht këto shifra nuk janë të mira dhe nuk këto do të më qenë pavarësisht që është një mostër me gjykime të analizuara. Kjo tregon gjendjen aktuale të zbatueshmërisë së konventës dhe vendimeve të Gjykatës Evropiane për drejtat e njerëzit në gjyqësor. Tash normalisht pavarësisht që gjykatat themelore kanë numër më të madh në bazë të kësaj, nga kësaj 13%, numër më të madh të zbatueshmërisë kanë gjykatat themelore dhe besoj që pavarësisht që mund të jetë vetëm perceptim, një rol luan këto edhe proceset e fundit rekrutuese ku ka një numër jashtëzakonisht të madh gjyqtarëve të rekrutuar 3, sepse të zbatimi i vendimeve të Gjykatës Evropiane për drejtat e njerëzit nuk është vetëm, konsideroj që nuk është vetëm një faktor ai kohës për shembull, nuk është vetëm koha, ka të bëjë edhe me aftësitë folumtuese, edhe njohuritë e gjuhës, do thotë janë një sër faktorësh që në bazë të cilave mund të shkohet në zbatimin e një vendimi të caktuar të Gjykatës Evropiane për drejtat e njerëzit. Tash na si gjyqtar nuk besoj parimisht ashtu si e shohën, nuk mundemi me gjetë arsyetimin se nuk kemi kohë ose se nuk kemi staf profesional. Për arsye se ne kemi obligim që vendimin që e merren në shkrimin ton ta
lëshojmë duke u siguru që nuk po shkelet asnjë lloj drejte e njeriut. Dhe në rast se normalisht është detyrim që këto vendime të jenë në zbatim të drejtave të përcaktuara me kushtetut, e që janë një numër i madh që e tha dhe Gëzimi, e po ashtu me Konvenin Evropian për Drejtat e Njeriut. Mirë, po në rast se ne gjejmë edhe raste nga praktika e Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njeriut, i fuqizojmë argumentet që i ndërtojmë në një vendim gjyqësor. Gëzimi e tha se mostra është bërë në bazë të aktgjykimeve, dhe normalisht ka shumë gjyqtarë që një personalisht që gati në çdo aktgjykim vendimet e tyre i bazojnë në Gjykatën Evropiane, në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njeriut, dhe këtë statistikë nuk do ta marrin si demotivim i asaj se sa zbatohet, sepse në rast se bëhet ndoshta një analizë gjitha aktgjykimet që publikohen, ky numër jam i bindur që do të jetë shumë më i madh. Po ashtu, jo vetëm në aktgjykime të gjykatave, sepse lëndët përfundojnë edhe me aktvendime procedurale, qoftë me hudhje të padive, qoftë me hudhje të aktakuzave, qoftë me aktvendime për caktimin e paraburgimit, ndërprerjen e paraburgimit, vazhdimin e paraburgimit, pra gjitha këto janë vendimarrje të gjykatave, të cilat detyrimisht në rastet specifike do të zbatuar edhe praktika e Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njeriut. Sa i përket asaj sfidave që mund të konsiderohen sfidë në mos implementimin adekuat të praktikës së GDN-s, besoj që mund të jetë edhe pjesa e mungesës trajnimeve adekuate. Sepse, siç është me sa kom pa edhe në raport, ka raste kur përmendet konventa si tërsi, për shembull ky vendim është marrë konform Konventit Evropian për Drejtat e Njeriut, mirë, po ky nuk është një lloj citimi konkret. Ose nëse i referoni një vendimi, nëse thuhet kjo është duke u bazuar në rastin X kundër një shteti, që është trajtuar nga Gjykata Evropiane për Drejtat e Njeriut, po ashtu as ky lloj citimi i praktikës së GDN-s nuk do të jetë adekuat. Citimi adekuat duhet bëhet duke ja përshtatur rastit që e keni para jush, që e kemi ne si gjykat, duke gjetur një rast konkret që i përshtatet rastit ton, dhe në këtë formë jemi të sigurt në ata që po e zbatojmë drejt praktikën e Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njeriut. Do të këto janë disa prej aspekteve të cilat pa dash me zgjasë shumë, të cilat duhet të kenë parasysh, dhe në rast se do të ketë trajnime më të mëdha, në rast se gjyqtarët do të përkushtohen më shumë në aspektin e kohës që ata shpenzojnë në vendimarrjen e gjykatës, kjo do të ndikojë drejt për drejt edhe në rritjen e statistikave, edhe besoj shumë që nëse bëhet edhe një raport tjetër pas disa viteve, këto statistika do të kenë dyfishim të dhënave dhe të zbatimit të konventës dhe standardeve tjera evropiane, për shkak se Këshilli Gjyqësor ka edhe rregullores për vlerësimin e performancës, ka si një prej pikave të vlerësimit, ka edhe sa gjyqtarët i aplikojnë standardet ndërkombëtare. Këto ka të bëjë pra me konventat e përcaktuara në 22 Kushtetutës, ose edhe me konventa tjera, rregulla tjera, instrumente ndërkombëtare në bazë të cilave gjyqtarët i bazojnë vendimarrjet përpas ligjit që padyshim që ne duhet të nxjerrim ato vendime konform ligjit.